kur duhet të shqetësohemi? Kur ëndja duhet të na shërbesi një sinjal alarmi që diçka vërtet nuk shkon, është serioze? Po, për shembull, ne mund t'ju themi qytetarëve, nëse ke shtrëngim në zemër, në gjoks, ke gulqime në zemër, ke luhatje tensioni, dhimbjen krahëror, mos u mundo që problemin ta zgjidhësh vetë, me ato pak njohuri që ke. Nëse ke një çrregullim urinar që juve mund të urinoni me shumë dhimbje, me djegje të forta dhe sasi të pak të urine, detyrimisht duhet të shkoj tek mjeku urolog. Ai e gjën ku është problemi i veshkave. Është një insuficiencë renale, patjetër, po të gjendet shkaku. Është ai pari një insuficiencë kardiake, por të shikohet fiks çfarë problemi është. Nëse ka të gojën e thatë të hidhur, patjetër duhet vete hepatologu. Ai e ndan dhe thot, po jemi në këtë stad, mund të jetë steatozik, mund të jetë gradës parë, 2, 3, 4 tek shumë me radhë. Dhe jo ky me mendjen e tij.